Kuvendi Franciszkani Gjuhadolit, pa diskutim një prej qendrave par excellence të kulturës, të fesë e të atë dhe dashurisë për marë Shqipëni. Franciszkanët nuk e praktisin asnjëherë Shqipërinë. Qëndrun këtu edhe në ditët më të ardha të kombit tonë. Gjatë pushtimit 5 shekullor otoman, ishin ndër të vetmit që majtin mezun lidhjen me Evropën perëndimore. Kur Shqipëria pat nevojë për to, ato nuk u kursyn. Në këto ambjente, atë Gjergj Fishta, atë Ambroz Marlaskaj, atë Pal Dodaj, e shumë të tjerë, shkrin gjithçka, diturinë, por edhe jetën, që Shqipënisë t'i dhuronin atë që kishte më shumë se kur nevojë, kulturën dhe orientimin pro-perëndimor të vendit tonë. Pushtimi komunist gjeti si objektiv për të shkatruar e masakruar pikërisht këtë kuvend dhe ato që jetonin këtu. Përfshi bibliotekën, arkivin e muzeun, të cilit ishin në më të vlefshmit dhe më të rëndësishmit të kohës. Ato nuk u ndalen me shkatrimin e objekteve, por arriten që të përshkatonin edhe shumë prej figurave të tyne më të mëdha. Përfshi Imzot Vincenc Pranushin, atë Ciprian Nika, atë Karl Sarreqi, atë Serafin Koda, atë Mati Pranushi, atë Bernardin Palaj, atë Gjan Shlaku, atë Gasper Suma. Sot, me 5 nënor, kur përkujtojmë të lumt e Shqipënisë, bijtë e Shfranceskut janë mishërimi më i mirë, i mënyrës se si duhet dasht Zoti, se si duhet dasht vendi, e se si duhet dasht shqiptari. Ato jetun, luftun e qëndrun për fe e për atë dhe.